Normalisht që gjatë këtij mandati, gjatë kësaj pjese të mandatit të qeverisë Kurti 2, unë kam pas mundësinë që të kontribuoj për ndërtimin edhe fuqizimin e kapaciteteve të ushtrisë sonë, normalisht edhe për bashkëpunimin ndërkombëtar, edhe shumë punë të tjera, dhe krahas zhvillimit edhe përfshirjes edhe përfundimit të shumë projekteve të rëndësishme, kanë mbetur edhe çështje të cilat normalisht që duhet të adresohen edhe të zhvillohen më tutje edhe në mandatin e ardhshëm. Dhe konsideroj që ushtria është një formacion, një organizatë që zhvillohet në vazhdimsi, dhe duke qenë e tillë, gjithmonë, çdo mandat ka çka të bëjë. Për mua, 3 objektivat kryesore janë implementimi i programit të mbrojtjes gjithëpërfshirëse, program që kemi aprovuar në Qeverinë e Republikës së Kosovës më 11 shtator të vitit të kaluar, është programi i cili mundson që gjithë qytetarët, edhe organizatat e ndryshme, edhe dikasterët tjera të shtetit të Kosovës, të kenë qasje dhe përfshirje në sistemin tonë të mbrojtjes. Është një program i ri për vendin tonë, por që implementohet në vende të ndryshme të NATO-s, siç janë Letonia, Finlanda dhe kryesisht vendet baltike dhe skandinave, dhe që mundson që ushtria profesionale të ketë mbështetjen e vazhdueshme të qytetarëve dhe sektorëve tjerë, duke përfshirë edhe OJQ në zbatimin e misionit të saj. Pra, ne po përfshijmë në sistemin tonë të mbrojtjes edhe sektor, edhe individ jashtë Ministrisë së Mbrojtjes dhe Forcës së Sigurisë Kosovës, gjë që do t'i mundsoj vendit tonë që të ketë një sistem mbrojtës efektiv edhe të gatshëm për të përballur me çdo sfidë, jo vetëm me këto kërcënimet konvencionale, mund të themi, të sigurisë, por edhe me fatkeqësitë natyrore. Dhe dihet që institucionet aktuale, ushtria, policia, shpeshherë mund të kenë kapacitete të kufizuara për përballje me sfida të mëdha, siç janë fatkeqësitë e mëdha natyrore apo tentativat për invazione të mëdha ushtarake.